Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi vijon të tërheqë një numër në rritje vizitorësh edhe gjatë gjysmës së parë të këtij viti. Sipas drejtorit Lucian Bedeni, muzeu ka shënuar rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Aktualisht muzeu është diku rreth 3-4% të vizitueshmërisë më mirë se sa viti 2025. Shikojmë një trend në rritje dhe do shohim se si do jetë fundi i këtij viti. Vizitorët kryesorë të muzeut janë kryesisht ato të Europës qendrore. Vendi i parë, i dytë, i tretë shkëmbehen një herë italian, francez, gjerman. Koleksioni i përhershëm mbetet pjesa më e vizituar e muzeut, ndërsa edhe ekspozitat e përkohshme kanë zgjuar interes te publiku. Aktualisht për shembull kemi një autor mjaft të famshëm, siç është fotografi shqiptar-amerikan John Milli, dhe besoj se edhe referu kësaj ekspozitet ka ndikuar që të ketë një rritje të njëshme. Sipas Bedenit, në rritjen e vizitorëve ka ndikuar programi i pasur i muzeut dhe promovimi në media e platforma ndërkombëtare. Me referu Lonely Planet, guidës së fundit të publikuar për Shqipërinë, Muzeu Marubi është i vetmi destinacion kulturor në veri i shënuar në këtë hartë. Me këtë trend pozitiv, Marubi vijon të jetë një nga muzeet më të vizituar në Shkodër.